Reforma fiskale për taksën e pronës po merr formë të re në vend, ndërsa qeveria ka shpallur një kalendar të qartë për hapat që të ndërmerren deri në vitin 2030. Gjatë prezantimit të projektit Pro Tax Albania, ministri i Financave Petrit Malaj u ndal tek nevoja për një vlerësim më realist të pasurive të paluajtshme, duke e cilësuar këtë proces si thelbësor për modernizimin e sistemit fiskal. Në vitin 2027 do të bëjmë dhe do të kryejmë në fakt procesin kombëtar të vlerësimit të pronave, e ndërsa viti 2026 dhe 2027 do të shërbejnë edhe si periudhë tranzitore deri në aplikimin e ri të ligjit, i cili hyn në fuqi në vitin 2028. Mëtej në vitin 2030 do të nisë edhe zbatimi i taksës mbi tokën apo truallin dhe kjo do të jetë edhe finalizimi i reformës në taksën e pasurisë. Ministri Malaj kërkoi angazhimin maksimal nga bashkitë, të cilët duhet të jenë të integruara në sistemin e kadastrës fiskale deri në vitin 2026. Nga ana tjetër, ministri i Shtetit për çështjet e reformës, Ervin Demo, vuri theksin tek shërbimet që reforma do t'i ofrojë qytetarëve. Lokale bazuar në taksën e pronësisë. Dhe këto janë të ardhurat të cilat do të jenë të administruara nga bashkitë për të përmirësuar shërbimet lokale, për të pasur në fund ditës shërbime më të mira për qytetarët. Aq më tepër kur ne flasim dhe për Projekti Pro Tax Albania, i cili shënon bazën e kësaj reforme, ka përfunduar tashmë fazën e parë të implementimit. Ai është realizuar në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Agjencinë Suedeze për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Zhvillimin, dy partnerë që kanë asistuar Shqipërinë në hartimin e kornizës së re të taksimit të pasurisë.